Më shumë se 50 piktorë nga trevat shqipfolce janë bërë pjesë e ekspozitës së pranverës në qytetin e Korçës. Kjo ekspozit gjithë përfshirëse rikthehet pas shumë vitesh duke sjellë piktorë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Pranverë është ajo ringjallja, rikthimi i artit në qytetin e Korçës, si dikur, edhe pse ka qenë monizëm, kjo ekspozit ka patur suksesin. Abdullah Gjungecaj vjen për herë të parë në një ekspozit të tillë që sipas tij i bën mirë qytetit dhe artistëve. Po ekspozimet janë një betejë, aq më tepër kur artisti hyn në një ekspozit kolektive, pra me shumë artistë, natyrisht në para një përgjithësie me pa veten se ku jam unë, sa original jam, çfarë zani kam. Edhe për piktorin korçar Spartak Kasuli, ballafaqimi me piktorët e trevave të tjera shqiptare rrit përgjegjësinë e çdo artisti. Kjo më bën mirë, i bën mirë të qytetit nga ana kulturore, jetës kulturore artistike, por dhe ne si artist, pasi më përpara ka qenë më e dendur ky lloj aktiviteti me artistë, me klubin artistëve, me ekspozita, u bë një fash këputje, tani ka filluar prapë dhe jam tepër i emocional dhe tepër optimist. Ekspozita pranvera do të qëndrojë e hapur deri më 15 mars.